Sot kemi të ftuar të veçantë Akil dhe Lindita Pano, drejtues të koalicionit shqiptar pro familjes dhe jetës. Ne do të flasim për një temë shumë aktuale dhe që prek çdo familje shqiptare. A humbasim të gjithë nga projekt ligji për barazinë gjinore i dorëzuar tashmë në Parlamentin shqiptar dhe që pritet për votim? Çfarë përmban ky projekt ligj? Cilat janë pasojat? Dhe pse po shihet si një kërcënim për shoqërinë tonë? Për këto dhe të tjera ne do të flasim në këtë intervistë për TV7 Albania. Kënaqësi të jemi së bashku. Kënaqësia jonë t'ju mirëpresim, të jemi këtu së bashku. Si gjithmonë, faleminderit. Pse mendoni se ky projekt ligj nuk është në dobi të familjes shqiptare, në dobi të shoqërisë? Cilat janë pasojat drejt për drejti? Së pari, më lejoni të them që projekt ligji nuk është një projekt ligj shqiptar. Është një kancer, është një trup i huaj, është një kundër kulturë, imperializëm kulturor i cili hyn për të shkatruar kulturën, traditën dhe në thelb synon të shkatrojë identitetin ton kombëtar, identitetin e qenieve njerëzore, identitetin e martesës si një institucion që është në thelb institucioni më i rëndësishëm për shoqërinë njerëzore, siç ne njohim martesën, lidhja civile mes një burri dhe një gruaje. Dhe në thelb vijon pastaj udhëtimin e vet ky projekt ligj për të genderizuar nëpërmjet ideologjizimit gjinor fëmijët shqiptar në shkolla, që nga mosha parauniversitare, pra nga gjimnazet, deri tek mosha e kopshtit. Mëtej, e gjithë kjo histori është një marrëri e madhe, sepse në thelb synon të transformojë gjuhën tonë, gjuhën e komunikimit, gjuhën e media, gjuhën ligjore, gjuhën e shkruar, pasaportat, certifikatat, diplomat, mënyrën se si ne i drejtohemi njëri tjetrit. Në thelb është censur, është diçka që në raport me gjuhën flas, është diçka e cila synon që t'i imponoj masës një mënyrë të re të komunikuarit, të drejtuarit ndaj personave. Është ajo që ka ndodhur në thelb në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra në Amerikën Veriore, në Kanada, në Evropën Perëndimore, në raport me të ashtu quajturën ideologjizim gjinor, lëvizja globaliste, liberale, ekstremit të majt, wokizmi, që synon shkatrimin e familjes dhe të njerëzit. Është kaq e thjeshtë, shqiptarët në thelb kur e shikojnë në momentin e parë nën nocionin projekt ligji për barazinë gjinore, mendojnë barazi, burri dhe gruaja do të jenë të barabartë mes tyre, gratë mes tyre, burrat mes tyre, por në thelb ky nocion, pra ky term që përkufizohet ky projekt ligj është një spekullim i madh, është një maskim i asaj që ndodh në thelbin e këtij projekt ligji. Ajo çfarë ndodh në thelbin e projekt ligji është ndryshimi ynë kulturor. Është rrëmbimi i arsyes, pra ajo që njihet si arsye, si racionalitet, si common sense, pra si një mënyrë të menduari të dakordsuar tashmë prej shekujsh. Tashmë i vjet një kryq i madh. Propozohet nën termin barazi gjinore, propozohet ideja barazisë gjinore në sport. Pra gratë dhe burrat do të jenë barabartë në sport. Që nuk ka asnjë lloj kuptimi, sepse në të kundër nuk do kishim kategori sportive. Pra kategoritë e meshkujve, kategoritë e femrave, pra meshkujt transgjinor, sipas këtij projekt ligji, duhet garojnë në sportet e grave. Por kjo dhunon dhe shkel të drejtat e grave dhe të vajzave në sport, sepse një mashkull nuk mund të garojë dhe nuk mund të jetë i barabartë në shumë drejtime, kryesisht fizikisht, me gratë në sport. Transgjinorët në ushtri, pra është e gjithë historia që ka ndodhur në Amerikën Veriore, në Kanada dhe në Evropën Perëndimore, e cila është duke ardhur tani në Shqipëri, edhe paradoksi është i tillë që në thelb shikojmë që ora e politike e propozuesve të këtij ligji, që në thelb është qeveria shqiptare, ka mbetur vite më pas, pasi ora politike botërore, superfuqisë më të madhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ndryshuar. Presidenti Trump ka dalë vetëm një muaj më parë me deklaratën që ekzistojnë vetëm 2 gjini, mashkull dhe femër. Si ndikon direkt tek rinia shqiptare? Në fakt ndikon të gjithë kombi shqiptar. Pastori e përmendi idenë e marksizmit kulturor. Marksizmi kulturor ka disa hapa. Hapi parë është shkatro familjen, hapi dytë është shkatro besimin, do me thënë fen quhet në gjuhën, po shkatro besimin. Hapi tretë është shkatro kombin. Shkatro pronën private dhe pastaj shkatro kombin. Edhe kjo do ndikoj, se ne si të krishterë kemi pak mendësinë që nuk na prek ne. Ne jemi të mbrojtur, ne kemi Zotin dhe nuk na prek ne. Na prek në fakt. Sepse po preku kombin, na ka prekur ne.
Po preku fëmijët në shkolla, na ka prekur. Po preku fëmijët, na ka prekur ne. Po preku familjen, na ka prekur ne. Sepse secili prej nesh ka një familje. Është një ndikim Edhe zinxhir. është një ndikim i tmerrshëm zinxhir. Edhe ne besojmë që ne jemi duke jetuar në një kohë profetike. Edhe besoj me gjithë zemër që në këtë kohë kisha ka nevojë të ngrihet lart edhe të mbaj lart dritën që Perëndia e ka thirrur për të mbajtur. Si ndikon tek fëmijët kjo? Ky projekt ligj e ka në një nga nenet e veta që është e detyrueshme që edukimi për gjininë e shumëfisht të kalojë nëpër shkolla. Edhe pretendimi është të filloj me fëmijët 3 deri në 4 vjeçar. Imagjinoni fëmijët e vegjël 3 vjeçar ose 4 vjeçar që të mësojnë gjinit e shumëfishta, që nuk është më vetëm mami dhe babi dhe fëmijët si familje, po janë dhe 2 burra, janë dhe 3 burra. Unë pash për para pak minutash se të vinim këtu, pash një postim të 3 burrave në Kanada, që ishin martuar së bashku, jetonin së bashku, dhe kishin adoptuar një vajzë të vogël. Dhe më dridhet zemra kur e mendoj. 3 burra që jetojnë seksualisht së bashku, adoptojnë një vajzë të vogël për ta pasur në shtëpinë e tyre. Edhe përshkrimi i asaj video ishte ne jemi 3, jemi familje, megjithse jemi të ndryshëm. Ky është shembulli që po na servir. Dhe me fëmijët, nëse shkon fëmijës së vogël, 3 vjeçar, 4 vjeçar, dhe i mëson atij që ti nuk je djalë, ti ke lindur djalë, seksi yt biologjik është djalë, po ti mund t'jesh edhe vajzë e burgosur në trupin e një djali. Edhe fëmia beson çdo gjë që i thot mësuesja ose çdo gjë që i serviret, sepse është fëmijë. Edhe ta mësosh, ti godasësh identitetin që pa filluar jetën akoma mirë. Dhe në qoftë se është një njeri është me identitet të pa sigurt dhe të pa përcaktuar, është shumë kollaj kontrollueshëm, është shumë lehtë i manipulueshëm dhe është një qenie njerëzore që nuk e di nëse do t'ja dali dot të ketë sukses në jetë. Tani një moment që doja ta cilësoja për gjithë kolegët pastor, vëllezërit dhe motrat tanë besimtar, do të kemi parasysh që ky është një projekt ligj anti-Zot. Pasi që në kryet herës, që në fillim kriimit, Perëndia bëri njeriun sipas imazhit të tij dhe i bëri mashkull dhe femër. Tani, këtu kemi ripërkufizime të nocionit identitar të gjinisë. Përkufizimi i parë është gjinia vjen si një term gjithëpërfshirës dhe i ndërthurur. Dhe BBC-a përpara disa muajsh del me një artikull dhe në artikull shkruhet që ekzistojnë rreth 68 gjini të ndryshme. Jo 2 gjini, mashkull femër. 68 gjini. 3 muaj më vonë, këto 68 gjini vërej që ishin bërë 72 gjini, ishin 74 gjini të reja. Pra kemi gjinin mashkull, femër, gjinin neutrale, gjinin e transinorëve, kemi gjinin e një brirshit, unicorn gender, kemi gjinin e 4 putrakëve. A dini se çfarë ndodh, janë 72 të tilla dhe këto gjini do të vijojnë të shtohen akoma më tepër në varësi të mënyrës se si njerëzit ndihen. Pra nëse ti në mëngjes ndihesh mashkull, në drekë ndihesh femër, atëherë ti je two spirits gender, pra gjini 2 shpirtërore, 2 shpirtra jetojnë brenda teje, shpirti yt dhe shpirti diçka tjetër. Ne dim që nëse përveç shpirtit tënd, edhe frymës së shenjtë, ekziston një shpirt tjetër brenda, atëherë është një shpirt që duhet dëbuar, duhet dalë jashtë. Tani gjithë kjo histori është një histori që pezullon arsyen e para. E dyta është kundërvënie, është luftë e hapur ndaj krijimit mahnitës të Zotit. Zoti ndërtoi krijimin e vet dhe në fund të krijimit tha është mirë, gjithçka është mirë. Shikojmë tani krijimin pas rënies fillestare të Adamit dhe Evës, krijimi është në duart tona tani. Dhe mund të themi gjithë që nuk është mirë. Neve gjithë si besimtar do të kujtojmë që lufta jo nuk është kundra miqve të gjakut, pra nuk është kundra individëve, kundra njerëzve të cilët shpallin që orientimi i tyre është ndryshe nga orientimi i masës popullore, orientimi i tyre gjinor apo mënyra se si ata jetojnë jetën e tyre. Lufta jo nuk është me ta si individ, lufta jo është kundra principatave dhe pushteteve në botën e errësirës,
Është një autor shumë i njohur, librin e tij kam këtu, me emrin Jonathan Cahn, pastor, i cili thotë se në një nga veprat e tij trajton idenë se si zotat e vjetër të antikitetit, që në thelb nuk janë asgjë përveç se demon dhe princër të këtyre pushteteve të errësirës, i kanë braktisur këto tempuj të lashtë të antikitetit, këto tempuj janë bosh, dhe këta zota jetojnë sot në botën postmoderniste dhe manifestojnë veten nëpërmjet tyre ideologjive të ndryshme, veçanërisht këtyre ideologjive të cilat ne jemi duke trajtuar tani. Për shembull, në Babilonin e lashtë, një nga zotat pagan të kohës quhej Ishtar ose Inanna. U vendos edhe në kultura të tjera si Egjipti, Asiria e tjerë. Dhe njihesi zoti i fluiditetit gjinor. Gjysma lart ishte femër, gjysma poshtë ishte me organe gjinitale mashkullore, dhe i tharët e këtij zoti që të kënaqnin këtë zot, sillnin fëmijët e tyre dhe i ofronin në altarin e sakrificave të këtij zoti. Dhe përtej kësaj, një nga nivelet më të larta të sublimitetit të tyre shpirtëror ndaj këtij zoti ishte ofrimi i trupave të tyre fizik për ndryshimin e organeve gjinitale. Pra meshkujt bëheshin femra, femrat bëheshin meshkuj, pra presupozoi se bëheshin. Dhe kjo është një histori rreth 3500 vjeçare. Në thelb nuk ka asnjë gjë moderne, nuk ka asnjë gjë të bukur, por kemi të bëjmë me ata demon që vijnë që nga bota antike pas rënies fillestare të njerëzit, që hyjnë në botën e njerëzve sot, të maskuar nëpërmjet tyre nocioneve të reja, siç është edhe ky nocioni i përkufizimit të projektligjit mbi barazinë gjinore. A mendon, pastor, se shoqëria shqiptare nuk është informuar siç duhet dhe sa duhet për këtë projekt ligj? Dhe si mund të sensibilizohet masa? Së pari ne vëmë re që ky projekt ligj doli për konsultim publik, sepse qeveria në çdo projekt ligj që nxjerr duhet që të japi opinionit publik për konsultim, pra ide, ndryshime që mund bëhen brenda këtij projekt ligji. Ky projekt ligj u për konsultim publik gjatë periudhës së zgjedhjeve në Shqipëri. Pra mes marsit deri në mes të prillit, kur vëmendja e opinionit publik ishin zgjedhjet elektorale të përgjithshme në vendin tonë. Neve dëgjojmë që projekt ligji tashmë ka shkuar në parlament, konsultimi është përfunduar dhe ky projekt ligj është në parlament. Dhe është te komisionet parlamentare. Tash debati do të zhvendoset atje. Nëse ne ishim të painformuar që mbi këto çështje koalicioni shqiptar për familjes është i interesuar që të bëjmë mbrojtjen për familjet, për martesën, për fëmijët, imagjino qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Pra kemi qenë jo në dieni, të painformuar, ne dhe shqiptarët, dhe ndërsa opinioni publik është duke informuar tani, përgjegjësia jonë është që të shikojmë tek detajet, sepse në thelb, kur ti dëgjon në fillim projekt ligj për barazinë gjinore, të gjithë janë dakord, japin një lloj dakordësie termit barazi. Por në thelb ligji nuk trajton fare çështjet barazisë sikur edhe ka një lloj fshehje në fakt, Nela. Në gjithë debatet publike që ne kemi bërë me hartuesit e këtij projekt ligji, apo me persona që e mbështesin këtë projekt ligj, përpiqen që ta fshehin qëllimin e vërtet të ligjit, të projekt ligjit. Thuhet sikur është thjesht për barazinë midis burrit dhe gruas, si të japi më shumë autoritet gruas, më shumë të drejta gruas. Në fakt, gruaja nuk ka nevojë të gjinia e gruas, nuk ka nevojë të përkufizohet me gjini të shumëfisht. Nëse do të ishte barazia midis burrit dhe gruas, mund të thuhet siç ka qenë gjithmonë, që grave do t'u jepet më shumë të drejtat, do t'i jepet kjo e drejtë, por luhet me terma dhe luhet me termat, por nën pikat flasin. Po nën pikë, shiko, të thuhet për ushtrinë. Ne në fakt nuk e di nëse kemi ushtri apo jo, në fakt. Kemi shumë pak ushtri. Po të thuhet që është detyrueshme të shkohet në ushtri. Dhe një gjë që është që të ketë në ushtri edhe kategorinë e 72 gjinive, po të ketë në Shqipëri një ligj që të detyrojë që në instancat drejtuese shtetërore dhe private të ketë përfshirje dhe të kësaj kategorie. Do më thënë dhe privatët do t'jenë të detyruar të përfshinë në drejtimin e tyre kategori të grupimit LGBTQ. Edhe në qoftë se ata janë të paaft, edhe në qoftë se ata janë jo të kualifikuar për punën ose pozicionin, duhet të përfshihen sepse ligji detyron që ti përfshish. Po. Kemi ne në 24 që trajton çështjet e kuotave të detyruara gjinore. Tani nuk kemi më 2 gjini sipas i projekt ligji, mashkull femër. Po janë 70 gjini. Kuotat e detyruara gjinore duhet që ky projekt ligj të zbatohet dhe në parlament. Pra në parlament çdo gjini
respektive duhet të përfaqësohet nga 30 deri në 50%. Tani, në parlamentin 140 deputet. Nëse ka një përfshirje 30% të grave në parlament, tani duhet sigurohemi që të ketë 30 deri në 50% përfshirje të çdo gjinie. Që janë 70 gjini, 72 gjini. Është e pamundur, pra realisht dhe praktikisht është e pamundur. I bie që të kesh një parlament me homoseksual, me lesbike, me transgjenor, me gjithë to gjinit të tjera që do të jenë atje. Pra A ka rrezik që të kufizohet liria e besimit? Sënon ja këtë do thosha. Sënon fort lirinë e besimit dhe të shprehjes. Sepse nëse ti dikush që është vajzë, edhe deklarohet që ndihet djalë ose ndihet qen ose ndihet mace, dhe ti nuk e thret me përemrin që ai person do, ti je i detyruar të ose do të quhesh diskriminues dhe je i detyruar të kalosh edhe në procese gjyqësore për shkak të kësaj gjëje. Domethënë njerëzit do jenë në një terror të vazhdueshëm, qoftë në lirinë e tyre të shprehjes, qoftë në lirinë e mendimit, qoftë në lirinë e besimit. Sepse unë besoj që ka vetëm 2 gjini, burr edhe grua. Dhe nëse dikush më thot, ti nuk mund të më thrasësh ajo, se megjithëse unë jam e lindur, seksi im është vajzë, gjinia ime është two spirit gender. Është dy shpirtëror. Ti do më thrasësh ata. Ata sepse janë dy shpirtra që jetojnë brenda këtij personi. Shumë sa i tani nuk është. Dhe nëse unë ngatrohem dhe i thras, vazhdoj të thras ajo, dhe nëse unë them që po shiko se ti e vajzë, e krijuar në imazhin e Zotit, edhe je e bukur kështu siç je. Ajo ka të drejtë të më çojë në gjyq. Se kjo është shumë e rëndësishme. Ka të drejtë të më çojë në gjyq. Edhe barra e provës që unë nuk kam diskriminuar, nuk ngelet mbi personin që më akuzon, po ngelet mbi mua që jam e akuzuar. Dhe çështja është që në këtë mënyrë ne do kemi probleme të predikojmë nëpër kishat tona. Edhe kjo është shumë serioze, ne duhet ta marrim vërtet shumë seriozisht këtë si të krishterë. Ne do kemi probleme të predikojmë nëpër kishat tona që në fillim Perëndia krijoi burrin dhe gruan. Ne do kemi probleme që të themi që familja përbëhet nga babi, mami dhe fëmijët. Ne do kemi probleme të themi që plani i Zotit është i përsosur, sepse kështu ai krijoi që nga fillimi dhe ideoi familjen. Kështu që kjo nuk prek vetëm botën aty përjashta. Kjo do të na preki ne katedrat e predikimit. Dhe në rast se ne mendojmë që do t'i bëjmë ballë kur të vi ai moment, por tani do vazhdojmë me punët tona, e kemi shumë gabim, sepse kur të vi ai moment, nuk do të kesh më mundësi t'i bësh ballë asaj gjëje. Se jam e sigurt që do ketë pastor që thonë, unë jam gati të paguaj çmimin, edhe sikur të më duhet të paguaj një çmim të lartë, do vazhdoj të predikoj ungjillin. Tani është koha për të qëndruar për të paguar çmimin. Në një rast aktual, pastor, kur projekt ligji ka shkuar në kuvend, cili mund të jetë angazhimi një qytetari thjesht për ta mbrojtur familjen? Pra, çfarë duhet të bëjmë në këtë rast? Së pari komunitetet tona, pra bashkitë e krishterë ungjillore, ne duhet të mblidhemi gjithë rreth lutjes. Ne duhet të jemi njerëz lutjes. Por duhet kemi parasysh gjithashtu që Shkrimi i Shenjtë thotë që kërkoni të mirën e qytetit në cilin ju ka vendosur, sepse e mira e qytetit lidhet në mënyrë direkte me bekimet apo mallkimet që ju do të përjetoni në udhtim. Është përgjegjësia jonë që t'i lëm fëmijëve tanë një botë më të mirë. T'i lëm fëmijëve tanë një agorë më të madhe lirie, që këto dritare që kemi lirie për ta predikuar ungjillin, ta ruajmë siç është, që këta fëmijë të cilët ne i mësojmë në shkollat e së dielës në kishat tona, tek takimet e grupeve të fëmijëve, në grupet e adhurimit, por të hënën këta shkojnë në shkolla publike. Në këto shkolla, askush mos t'i thot fëmijëve pikërisht gjëra që ne ju tham. Ne kërkojmë që të jemi bashkë, pra duhet të jemi bashkë në çështje të kësaj natyre. Pra, është një sulm që po na bëhet. Dhe sulmi nuk është diku larg, disa mijëra kilometra larg. Tani sulmi është këtu. E kemi këtu, është thjesht një moment, është thjesht kartoni që do të ngrihet në parlament. Ne, si Koalicioni i Familjes, kemi kërkuar që të jemi të pranishëm tek komisionet e këtyre grupeve që do trajtohen këto çështje në parlament, dhe kërkesa jonë është që ky ligj të abrogohet, ky projekt ligj të anullohet, të kthehet mbrapsht tek propozuesit e tij dhe të rishihet komplet nga e para, dhe natyrisht që ne jemi pal interesi
si koalicioni i familjes, dhe të gjithë ne duhet të shohim se çfarë mund të hiqet dhe çfarë nuk duhet të hiqet. Në përqasjen time gjithçka duhet të hiqet në këtë projekt ligj. Sepse nga fillimi deri në fund nuk ka asgjë që lidhet me nocionin hyrës, barazi gjinore, por gjithçka lidhet me idenë e një kundërkulture që synon të shkatërrojë dhe të degenerojë fëmijët, besimtarët dhe familjet në Diçka tjetër që mund të bëjnë prindrit është që të futen në bordet e shkollave. Të jenë antar të krishterët, duhet të jenë antar në bordet e shkollave. Prandaj unë dua t'ju bëj apel sot. Është shumë e rëndësishme, nuk është një gjë që mos e shikoni si një gjë të tepërt në jetën tuaj, megjithëse mund të jeni të zënë. Futuni në përbordet e shkollave nëse doni të mirën e fëmijëve tuaj dhe shokëve të tyre. Kjo është një nga gjërat. E dyta është të kontrollojnë librat. Sepse ne kemi marrë, unë mund t'ua tregoj dhe foton dhe jemi të merru sot në mëngjes, kemi marrë një foto nga një print që është gjuha e klasës së tretë, ku tregohet një vajzë, t'ua tregoj sepse më ka shokuar që ta shoh se çfarë po mësojnë fëmijët tanë dhe nuk e di nëse prindrit e kanë idenë se çfarë po ndodh vërtet. Shikoni. Është një vajzë tjetër po e puth në faqe dhe ndërkohë kjo vajza mbyll sytë e djalit. Janë 3 fëmijë dhe te kjo dhe këtu 2 djem. Ky është imazhi që serviret në libra. Në imazh dhe në fletën e punës thuhet: "Mami më goditi, mos më godit se më dhem trupi. Babi më tërhoqi nga veshi. Mësuesja do më thënë mami, babi dhe mësuesja janë personazhe negativ." Do të thonë autoriteti i babit dhe i mamit në shtëpi duhet me u kundërvën. Jo, dhe i armiqson fëmijët me prindrit. Për atë gjithë duhet të reagojmë. Duhet të reagojnë, duhet të shohin librat e fëmijëve, nëse ka materiale që ata i shikojnë si të papërshtatshme, të shkojnë tek bordet e shkollave, t'ia largojnë koalicionit shqiptar pro familjes dhe jetës, sepse ne marrim masa menjëherë, ju shkruajmë artuesve të tekstit, i shkruajmë Ministrisë së Arsimit dhe kemi pasur sukses. Në disa raste kemi pasur sukses, janë hequr ato tekste ose është hequr ai material. Dhe një gjë tjetër që ne duhet të bëjmë si kish është të mos heshtim. Të mos heshtim për gjërat që i interesojnë vendit, i interesojnë shoqërisë shqiptare, sepse në fund fare ungjilli ky është, të kërkosh të mirën e vendit, të kërkosh të mirën e familjes, të predikosh ungjillin dhe të kesh lirinë për ta predikuar ungjillin. Është nënshkruar dhe një peticion. Po. Peticioni ka qenë fantastik. Përpara se të shkojmë te peticioni, unë doja të thoja këtë. Jezusi nuk pati frikë të adresonte problemet që shoqëria e tij kishte. A dini kur Herodi e thiri që të shkonte tek ai, Jezusi tha, i thuaj asaj delpre. Ideja është kjo, që ne nuk duhet të jetojmë në mohim, nuk duhet të jemi njerëz që të kemi frikë, do të jemi njerëz të jemi me guxim, të mbushur me guxim. Patjetër lufta jonë nuk është kundra mishit dhe gjakut, dhe ne lutemi për autoritetet, lutemi për qeverinë, po nga ana tjetër duhet ta adresojmë, duhet i themi qeverisë që kjo është gabim dhe përderisa është gabim, duhet të ndryshojë. Ligjet nuk bëhen ligjet nuk janë abstrakte, ligjet bëhen për të mirën e vendit. Diçka interesante që duhet ta cilësojmë këtu është fakti që spekulohet edhe mes nesh deri në padije mbi termin bindju dhe nënshtrojnë e autoriteteve. Në Zotin, nëse autoritetet vijnë me projektligje të cilat dhunojnë Biblën, dhunojnë fjalën e Zotit, dhunojnë vullnetin e Zotit, vinë të shkatrojnë fëmijët, familjen, atëherë ne duhet të ngrihemi për të mbrojtur familjen, duhet të mbrojmë lirinë e besimit, duhet të mbrojmë lirinë e shprehjes. Dhe natyrisht që kemi nevojë sot më shumë se sa kurrë të qëndrojmë bashkë dhe të jemi syçel, i ngjeshur dhe luftojmë luftën tonë besimit. Ne thamë që u bë një sondazh, peticion. Kemi qenë Sa vlerë ka ky peticion? Do ketë shumë vlerë, sepse ky po bëhet nga specialist të fushës, që do të shohin se çfarë duan shqiptarët në të vërtetë. A e duan shqiptarët të projekt ligj? A e duan shqiptarët të ndryshime? Dhe në fund fare unë prandaj e thash që ligjet për shqiptarët bëhen Ku këtu në dorëzohet Shqipëri. peticioni? Do të shkojnë në parlament.
mbasi të përfundojë dhe të përpunohet, do të shkojnë rezultatet e këtij sondazhi do të shkojnë në parlament. Por t'ju thënë parlamentarëve që ne ju kemi dhënë votën, sepse në fund fare janë votuar nga populli, edhe të majtët dhe të djathtët. Dhe një gjë të vogël që kemi parë, një nga pyetjet që ne kemi parë aty, gati 99% e shqiptarëve nuk e duan këtë agjendë. Dhe unë jam e sigur që edhe ata që janë aty në parlament dhe janë votuar nga ky popull, kanë familje vetë. Dhe nuk po i ndaj të majtë dhe të djathtë, sepse unë e besoj që edhe në të majtë, tek ana të grupimi parlamentar i majtë, shumica e tyre e duan familjen siç ne e njohim. Lindita më trego pak për këtë anketë, sa vete kanë nënshkruar? Ka qenë magnitse në fakt, sepse për të konsideruar si një gjë shkencore edhe e përshtatshme për të konsideruar, duheshin të paktën 4.000 përgjigje në anketë. Ka pasur, dhe ne mendonim që 4.000 përgjigje do na duheshin të paktën 3-4 ditë për të marrë. Ka pasur një përgjigje të jashtëzakonshme dhe një interes të jashtëzakonshëm. 10.000 persona janë përgjigjur brenda 30 orësh. Dhe kjo tregon interesin e madh që shqiptarët kanë që ky projekt ligj të mos kalojë. Pastor, do doja një mesazh për qytetarin e thjeshtë në lidhje me këtë projekt ligj, çfarë do t'i thoje, dhe do doja një mesazh për ata politikbërës dhe ata që do të kenë në dorë, nëse mund të themi kështu, fatin e këtij projekt ligji për të votuar. Të gjithë qytetarëve unë do t'i drejtohesha me një fjalë shumë thjeshtë, mbroni familjen, mbroni fëmijët, sepse gjithçka të shtrenjtë pas shpirtit, pikërisht kemi familjen dhe fëmijët. Ky projekt ligj është i shëmtuar nga fillimi deri në fund, synon të shkatrojë fëmijët, të shkatrojë familjen, të shkatrojë kulturën tonë kombëtare e në më tej pastaj adheun tonë. Kështu që për gjitha këto arsye, ne na duhet që të mbrojmë qytetin, të mbrojmë familjen, të mbrojmë kishën, të mbrojmë lirinë tonë. Edhe duhet me çdo kusht që ta refuzojmë dhe të bëjmë gjithçka të mundur që ky projekt ligj të dalë nga parlamenti, të kthehet dhe të mos votohet ndonjëherë. Kisha duhet jo vetëm të lutet, por duhet siç Kundër dhe Linda tha ta adresojë çështje siç Gjon Pakzori adresoi, siç Jezus i adresoi, siç apostulli Paul i adresoi. Pra, kisha është shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Ne duhet ndërtojmë një botë mbi dashurinë dhe të vërtetën. Dashuria pa të vërtetën është thjesht një nocion naiv, abstrakt, nuk i vlen askujt. Dashuria duhet të thojë së bashku me të vërtetën. Kështu u thoi me Krishtin, derisa mbriti në vendin e kryqit. Edhe ne kemi nevojë që ta komunikojmë të vërtetën e Zotit me dashuri, i duam gjithë njerëzit, pavarësisht mendimeve, opinioneve, orientimit të tyre, por mbi të gjitha, na duhet që të ndërtojmë një kulturë e cila mbron familjen, mbron lirinë tonë, mbron komunitetin e besimit, mbron fëmijët tanë. Unë nga eksperjenca jonë personale në udhëtimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në konferenca të ndryshme që ne kemi marrë pjesë, kemi parë nëna që e kanë lotët ju binin si shi mbi dysheme, ndërsa flisnin për eksperiencën e tyre se si u humbën fëmijët e tyre. Dhe ne nuk duam t'i humbasim fëmijët. Shqiptarët i kanë është një nga popujt që i do fëmijët për te çdo fjale. Nuk duam ta humbasim brezin e fëmijëve tanë. Është një varg në Bibël që thot ngrije zërin tënd për të pambrojturin dhe për nevojtarin. Për atë, kush është i pambrojtur dhe nevojtari? Fëmijët janë të pambrojtur, jetimët janë të pambrojtur, sepse jetimët do t'jenë të parët që do t'jenë viktima të kësaj agjende. Dhe fëmijët e familjeve që prindrit nuk kanë shumë mundësi dhe nuk kanë shumë fuqi të ngrenë zërin për ta. Do t'jetë shumë vonë, nëse kjo agjendë do t'hyrë në për shkolla, do t'jetë shumë vonë për të reaguar. Tani është koha për të reaguar dhe unë e them me gjithë zemër dhe e bëj thirrje me gjithë zemër besimtarëve që duan Zotin me gjithë shpirt dhe nuk kanë frikë të qëndrojnë për Zotin në këtë kohë dhe në këtë gjenerat. Të ngrihemi edhe të ngrem zërin ton në lutje përpara Atit ton në qiell, edhe përpara në agorat publike, edhe tek familjarët, dhe tek të ndërgjegjësojmë njerëzit që kemi rrotull për çfarë po ndodh dhe të ndajmë opinionin ton pse kjo gjë është e gabuar. Lutem vërtet që zëri i shqiptarëve të dëgjohet, pastore, dhe lutjet e kishës ungjillore në Shqipëri gjithashtu, dhe ky projekt ligj të anullohet. Amen, ju falenderoj. Shpresoj. Faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit.